ne besojmë, unë besoj që reforma është e duhura, besoj që legislacioni është i duhuri, besoj që fuqia që i është dhënë inspektorit përgjithshëm dhe mundësia që i është dhënë sistemit për të stabilizuar duke u konsoliduar janë të duhurat, tani duhet zbatim. Duhet zbatim dhe kyçi këtu është koordinimi. Këtu koordinimi është problem i madh dhe këtë problem duhet të adresojmë gjithë bashku duke punuar në harmoni me inspektorin e përgjithshëm. Dhe duke bashkërenduar pastaj punën edhe me sistemet e tjera që kemi ne, që nga sistemi i bashkëqeverisjes që mbledh ankesa e tjera, të cilat duhet kanalizohen, një pasqyrë e dyfisht për të parë se ku shkon ankesa dhe sa adresohet ajo, janë gjëra të rëndësishme. Po unë kam shumë besim që bashkarisht do ta bëjmë këtë punë ashtu si duhet dhe do të japim një frymëmarrje tjetër punës së sipërmarrjes në raport me inspektimin, por edhe të gjithë sipërmarrjes që do konkurrencë të ndershme, edhe që të garantohet konkurrenca e ndershme, duhet të mbyllen rrugët e asaj të pandershme. Dhe këtu inspektimet janë kyç. Këto kisha unë tani ta mbash me shëndet përgjegjësinë edhe tani kanë ndryshuar rolet. Nderuar zoti kryeministër,